Një tjetër dimension i njohur juaj është natyrisht Gjakova. Për te origjinën suaj, kontributi juaj publik i viteve të fundit ka rikthyer, të themi fuqishëm, Gjakovën në hartën e shqiptarisë, jo vetëm të Kosovës. Mund ta thoni për publikun diçka më tepër në lidhje me këtë aktivizëm social tuaj? Unë kam lind në Tiranë, prindrit e mi kanë lind në Tiranë dhe stërgjyshi im ka ardhur në Tiranë një shekull më përpara, është vendosur dhe pastaj pas luftës dy botërore kanë ngecur në një farë mënyrë këtu. Kjo që po them është historia e gjithë Gjakovës. Nuk është historia vetëm e familjes time. Nuk ka një familje të vetme në Gjakovë që mos ta ketë një pjesë të vetën, një degë të vetën në Shqipëri. Është plotësisht normale. Gjakova është kur kalon kufirin për 10 minuta nga kufiri në qafprushit në Gjakovë. Gjakova është qendra, është zemra e malësisë së Tropojës. Sot e kësaj dite, gjithë ajo zona e malësisë së Tropojës shkojnë dhe përdorin spitalet e Gjakovës, përdorin edhe shkollat e Gjakovës, përdorin tregun e Gjakovës, dhe spitalet i përdorin falas, ndryshe nga qytetarët e tjerë të Kosovës. Se rrugët e Shqipërisë në fakt kanë kolapsuar, edhe kjo është ndoshta një mënyrë por e kanë dhe shumë afër. Është Hinterlandi, gjithë malësia e Gjakovës është Hinterlandi i Gjakovës, aty ka pas zemrën. Domethënë, Gjakova ka histori të jashtëzakonshme, ka kulturë, është në një farë mënyrë nga pikpamja patriotike, është kërthiza e shqiptarisë. Dhe ti kur shkon në Gjakovë ndjen që Gjakova nuk është një qytet, thjesht një qytet kosovar. Është një qytet shqiptar. Është një kryeqytet i kulturës së Kosovës, themi. Patjetër. Gjakova ka qenë me Prishtinën, ka pas njëjtin raport siç ka pas Milano ose Firenze me Romën, po them. Do thënë elitat kryesore furnizoheshin kryesisht nga Gjakova. Për 100 arsye të ndryshme, ka qenë qytet tregtar, shumë i fuqishëm. Gjakova sot në kësaj dite ka çarshinë më të madhe funksionale ende që kanë gjithë shqiptarët dhe me shumë gjasa dhe më e madhja në Ballkan. Rreth 300 dyqane dhe tjerë, domthonë është. Ju organizoni 2 takime vjetore? Ne organizojmë dy të tilla, një në verë, në ditët e shqiptarit dhe një tjetër në dimër, që fokusohet tek 28 nëntori. Është festa kryesore në Gjakovë, domthonë. Pavarësisht se jemi në Kosovë, dikush mund të mendojë që do ishte pavarësia e Kosovës. Në Gjakovë festa madhore është 28 nëntori, pikërisht për shkak të kësaj vetdije të fortë shqiptare. Kemi organizuar 4 sesione të tilla. Dhe në sesionin e fundit ne kishim një grup madh koncertesh të rëndësishme. Njëri prej atyre ishte koncerti Ermanela Jahos. Në Gjakova për një mbrëmje të veçantë ishte e njëjtë në nivel kulturor me Parisin, Madridin, Berlinin. Këtu është një kuriozitet imi, a ishit ju autori i libretit? Po, unë isha, po nuk ishte libret, ishte një skenar se u bën formën e një shfaqjeje të kombinuar, përfshirë edhe u ishte brenda edhe poezi, edhe tekst, dhe kombinimi skenarin e gjithë, përfshirë dhe tekstin e përgatita unë, është e vërtet, kemi punu bashkë me Ermonelën, për muaj me radhë, kemi punuar edhe me bashortin e Ermonelës, Ervin Stafen, muzikant i shkëlqyer dhe ai, dhe këshilltari dhe mbështetësi kryesor fakti, mbështetja kryesore e Ermonelës. Kemi punuar, shfaqja ishte fantastike, domethënë rrallë të ndodh që njerëz të shkojnë në opera dhe të gjithë sallat jetë me lot, duke qajtë. Domethënë dëgjoj arje dhe qajnë, se ishte një lidhje e arjeve më të mira, kryesisht Verdi dhe Puccinit, me ato çfarë janë historitë thellësisht shqiptare që Gjakova i ofron me shumicë. Të lloj lidhje e bëri në mënyrë mjeshtrore Ermonela, praktikisht i bën njerëzit të qajnë gjithë në sallë. Natyrisht Ermonela është një margaritarët e muzikës shqipe që na bën krenar gjithë ne. Absolutisht. Unë do ta ndërlidhja edhe me një temë të ndërlidhur në fakt me Kosovën, me Gjakovën, që është dhe libri juaj, romani juaj. Mund ta quaj Shkuara e pakryer, e cila është dhe autobiografi në një farmase, pra rrëfen historinë e gjyshës suaj, por është edhe një filozofi politike. Pra ju shkruani për amnezin individuale dhe amnezin kolektive. Kjo është një ndërlidhje që është pak e veçantë dhe më kujton edhe një autore tjetër, po Respektit Majt, që është debaton shumë Lea Ypin në historinë e gjyshës saj. E lexuar nga ju vjen si një lexim ndryshe i njëjtës histori. E vërtet, po, është një lexim komplet ndryshme i periudhës së komunizmit dhe asaj çfarë vjen më vonë. Por po flas për pjesën time, pastaj nëse duhet të diskutojmë edhe çështjen e zonjës Ypi, të cilës për të thënë
vërtetën njerëzit më tepër se sa për ta kritikuar për librin, edhe unë kam pas kritikën time ndaj librit të saj. Në mënyrë të padrejtë kanë sulmuar ad hominem me që nuk është diçka dinjitoze për të bërë, me thënë vërtetën. Ti mund të kesh argumenta kundër librit, siç i kam dhe unë, po jo kundër njeriu. Duhet të mësohemi që ta respektojmë njëri tjetrin edhe kur s'bim dakord.